Gjithashtu të ndëruar vëllezër, vëllezëria është dhunti hyjnore. Është mundësia prej mundësive më të mëdha të investimit, edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. A vëdon me investu? A vëdon me fitu shumë puqe? Ja urna. Kjo është pazar, ose kjo është treg, ose kjo është tregti që nuk humb kur, përkundrazi, veç ka shumë fishohet fitimi. Pra ta duke pas parasysh Imam Ahmedi këtë, e thotë atë fjalën e tij të njohur, thotë robi, muslimani. Se kur thuhet robi, kur përmendet robi për dietarëve është për qëllim robi i nënshtruar ndaj Allahut, domthonë besimtari. I mirëfillt. Thotë besimtari nuk përfiton me diçka pas imanit në Allahun e lartësuar në këtë botë se sa fiton me një vëllai të mirë, edhe një vëllai të dashur, të sinqert. Pejgamberi alayhis salam thotë sebatun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe të njerëzve Allahu ka me i fut në hijen e tij, ditën kur s'ka hije tjetër pas hijes së Allahut, që është për qëllim dita e gjykimit. 7 kategori. Që një kategori mund me pas me milion ose me miliardë. Po kryesorja janë 7 arsye të cilat i bajnë njerëzit që me hyjnë në këtë hije. Njëra prej tyre thotë 2 persona që e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Kjo i ka bashku edhe kjo i ka ndonë. Do të thonë e ka dashur njëri tjetrin për hir të Allahut, edhe që kjo nuk i ka ndonë më diçka tjetër pos vdekja. Ijtama alayhi do të thonë bashku, ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Edhe kanë ndonë shpirt dhe kanë ndonë prej botës duke qenë vëllezër me njëri tjetrin. Do të thonë Allah i lartësua këtyre 2 personave, të cilët kanë kultivuar vëllazëllak për hir të Allahut, ja ka rezervu një vend në hijen e tij ku njerëzit kanë me pas ekstrem nevojë për hije, në ditën e gjykimit.